Miratimi pas disa javësh diskutimesh i raportit vlerësimit të standardeve të përkohshme i njohur si BARSI dhe përcaktimi datës 26 për mbledhjen e konferencës ndërqeveritare ku pritet të formalizojë dokumenti për ecurinë e grup kapitullit të parë themelore, janë përshëndetur edhe në Tiranë si zhvillime të rëndësishme në procesin e integrimit evropian. Kreu i grupit parlamentar Partisë Socialiste Tauland Balla e cilësoi këtë moment si tregues objektiv për anëtarësimin e Shqipërisë në Bashkimin Evropian. Brenda këtij mandati është realist dhe i arritshëm. Gjitha palët politike në vend duhet kuptojnë që jetojmë dhe pastaj në një momentum tjetër, jo që lidhet me këtë javë në Kuvendin e Shqipërisë, Eksiola, por që lidhet me një qasje të re nga vendet e rëndësishme anëtare të Bashkimit Evropian. Shqipëria jone përbashkët ka arsye të jetë gëzuar sot, të jetë gëzuar nesër, të martën e ardhshme në 26 maj. Nga ana tjetër, deputetja demokrate Jorita Tabaku e vlerësoi zhvillimin me një qasje më të kujdesshme, duke kërkuar që dokumenti final të analizohet në detaje, veçanërisht sa i përket ndryshimeve që mund të ketë pësuar gjatë negociatave. Neve do bëjmë bashkë diçka. Kemi draftin e parë të Common Position Paper të para 5 muajve. Do presim draftin e dytë që do dali ditën e premte dhe ne do bëjmë bashkë krahasimet. Ditë ju them që grup kapitulli i parë themelore, që është edhe komisioni që unë ndjek në parlament, ka diskutimet më të ndaja, ka njëkohësisht edhe detyrimet më të ndaja. Pavarësisht dallimeve politike, të dy përfaqësuesit u shprehën në favor të propozimit gjerman për integrim gradual në Bashkimin Evropian, të paraqitur më herët nga kancelari Friedrich Merz. Balla theksoi se ky koncept nuk duhet parë si shqetësim për qytetarët shqiptar, ndërsa Tabaku nënvizon se Shqipëria mbetet e fokusuar vetëm në anëtarësimin e plotë në BE dhe mbështet çdo nismë që ofron këtë objektiv. Ajo që propozon kancelari gjerman, që në një farë mënyrë është e njëjta linjë me Italinë dhe me Austrinë, dhe që mendoj që do të jetë edhe Franca pjesë e kësaj qasje, ka të bëjë me pjesën që vjen më pas, pra me ratifikimin. Që procesi i ratifikimit është një proces i gjatë, kërkon përfshirjen e parlamenteve, mund të kërkojë edhe përfshirjen e popullit me referendum. Ati u diskutua gjatë për momentin në cilën ndodhen Shqipëria, u diskutuan dhe u ngritën shqetësime edhe për vonesat e 5 muajve të fundit, po njëkohësisht edhe për faktin që ky proces kërkon vullnet politik. Dhe vullneti politik në këtë moment është jashtëzakonisht i rëndësishëm. Këtu nuk e lidh vetëm me imunitetin e zëvendës kryeministres, e cila ka qenë tema e ditës dhe ka qenë arsyeja sepse ka pasur 5 muaj bllokim të i-barit, por e lidh njëkohësisht edhe me shumë iniciativa të tjera dhe ligje të tjera të cilat diskutohen çdo ditë. Në këtë pikë të përbashkët, si majoranca ashtu dhe opozita theksuan se roli i opozitës është i pazëvendësueshëm në procesin e integrimit evropian dhe në garantimin e një procesi transparent dhe gjithëpërfshirës.